Lojrat mesdhetare janë nesër, sa i përket kohës që kemi për me kriju infrastrukturën e nevojshme për lojrat mesdhetare. Kështu që jemi 2 hapa para për fat të mirë. Ne kemi propozu edhe kemi planifiku edhe do të ndërtojmë stadiumin e kryeqytetit, i cili ka me i pas të gjitha kapacitetet edhe për lojrat ndërkombëtare. Lojrat mesdhetare janë nesër, sa i përket kohës që kemi për me kriju infrastrukturën e nevojshme për lojrat mesdhetare. Ne si kryeqytet din që kemi vazhdu me proceset, me përpilimin e fshatit, masterplanit të fshatit olimpik për lojrat mesdhetare, edhe detalizimit të tij faktikisht, që jemi 2 hapa para për fat të mirë, mirë po mungesa e krijimit të institucioneve të nivelit qendror normal që e pamundson zhvillimin e shpejt, i cili ishte dashur tash me kon në zhvillim e sipër për stadione, për hapësina të ndryshme, për arena e tjera për lojrat mesdhetare. Edhe në takimet tona që kemi pas me ICMG, pra me komunitetin ndërkombëtar të lojrave mesdhetare, ju kemi tregu dhe ju kemi dhënë besimin atyne, e kanë pa që faktikisht ne jemi përpara me planifikime si kryeqytet. Prandaj për momentin jemi okej, mirë po them nuk duhet me undal. Nuk duhet me undal sepse koha ecë super shpejt. Ne kemi propozu edhe kemi planifiku edhe do të ndërtojmë stadiumin e kryeqytetit, i cili ka me i pas të gjitha kapacitetet edhe për lojrat ndërkombëtare, pra ka me qenë i UEFA Grade 4, që i mundëson të gjitha nevojat për lojrat ndërkombëtare. A do të trajtohet ai si stadion kombëtar apo jo, ajo normal vjen të shihet, mirë po them, neve na duhet një stadion i ri i kryeqytetit, të cilin e kemi planifikuar, të cilin do ta ndërtojmë. Ne për fat të mirë kemi shumë mundësi si kryeqytet me shty proceset përpara, edhe nuk do ta lejojmë këtë gjë që të ndodhë. Po them, uroj që qeveria të formohet sa më parë dhe në bashkëpunim me nivelin lokal, pra me kryeqytetin, të shtyjmë procese sa më shpejt, sepse sa më shpejt aq më mirë dhe aq më nikoqir të mirë do të jemi. E kemi vetëm një rast ndoshta në histori të vendit tonë, të kryeqytetit dhe të Kosovës, që të jemi nikoqir të këtyre lojrave të mrekullueshme dhe ne duhet të bëjmë çmos që të organizohemi në mënyrën më të mirë, që të jemi nikoqir më të mirë, sepse kjo e tregon vetë nivelin e ngritjes të shoqërisë tonë në nivelin ndërkombëtar. Prandaj po them, uroj që qeveria të formohet sa më parë dhe të shtyjmë procese sa më parë, sepse sa më parë që ne t'i kryejmë punët tona të cilat na nevojiten, atëherë mundemi me u futë edhe në detale dhe t'i kemi lojrat ndërkombëtare më të mira deri më tani, këtë ne e synojmë.